E dashur zonja P, e ke marrë vesh gabim, ose nuk e ke dëgjuar mirë. Nuk duhet 1 muaj, por duhen 2 javë që të fermentohet brumi. Dhe ajo që është më kryesorja, ky brum nuk na duhet për të zënë vetëm 1 bukë. Ky brum në fakt zë me mira bukë në qoftë se di ta mbash dhe ta ushqesh ashtu siç duhet. Po s'ke faj në fakt se kur nuk ja di vlerën dhe rëndësinë gjërave, të flet goja para mendjes. Në botë që thua ti, ka familje që brumin e fermentuar e trashëgojnë me breza të tërë. Dhe kjo sepse nuk duan të përdorin maja kur zën bukë, por duan që bukën ta zën në mënyrë sa më natyrale. Gjithsesi, e nderuar zonja P, kjo nuk është një recet apo një proces që e kam shpikur unë. Unë e kam mësuar dhe e kam praktikuar sepse më ka interesuar si recet dhe videon e kam ndarë për të gjithë ata që kanë qenë të interesuar. Sepse ky lloj brumi, pavarësisht kohës dhe punës që do, ja vlen 100% që ta përdorim në shtëpi për gatime të ndryshme. Siç e pe dhe nga videoa, me këtë brum nuk kemi bërë vetëm 1 bukë, por kemi bërë edhe shumë gatime të tjera që i kemi shijuar me kënaqësi.